Miq të dashur virtual, faleminderit që na shihni edhe këtë javë. Kemi një stuar special. Para se ta prezantojmë dhe ta falenderojmë Pastor Altini. Të falenderoj nga zemra që ke pranuar ftesën tonë. Shmesi që janë këtu, do bëjmë çik muhabet. Po, do bëjmë pak muhabet, do kënaqemi me njëri tjetrin me. Shpresojmë të kënaqen edhe personat që na shohin nga smartphone-et e tyre. Fillimisht faleminderit, di që ke plot angazhim dhe kjo është kënaqësi. Jam shumë i lumtur për këtë pjesë. Pa humbur kohë, tani si me pyetjen e parë, gjithë filozofia jonë është që si supozojmë që jemi në bankë të fundit. Prandaj quhet dhe banka e fundit, jemi relaks, afër murit, zyshës për momentin jemi fshehur, nuk na sheh. E vonë dhe do konsumojmë bisedat tona për shef. Shumë mirë. Po. Pyetja e parë që do nisim është përshkruaj shtëpinë e fëmijërisë tuaj. Këtu kam vendosur çfarë perdesh, por nuk po i vendosoj ngjyra. Përshkruaj me shku shumë mbrapa në kohë. Unë jam rritë në malësi Tiranës, në Shëngjesh Tiranës, edhe shtëpia, si të ngjatë shtëpia. Shtëpia jonë, s'pare kemi qenë shumë njerëz njërë, se kemi qenë 2 familje bashkë. Edhe ne ishim 6 kalamaj, edhe Gjargji ishim 6 kalamaj, që ishim 12 kalamaj, edhe shumë zhurmë, shumë... Po ishte shumë e veçanta, dhoma ndejes ishte shumë e madhe, ose ndejes, guzhina, kurse dhomat e gjumit ishin vogla, kështu që ne kalonim kohë, ose ishim jashtë duke los, ose ishim tek dhoma e ndejes, kështu që do përshkruaj te dhoma e ndejes perdet si majmen. Ndoshta ishin këto, njëra e majme një detaj, kishte ato tantella tipike të asaj kohe që ndiseshin. Në fund apo anë? Jo, të xhamat. Edhe ka qenë kështu një dhomë e madhe, gjithkohën kishte zhurmë, si ishim 12 kalamaj hy dil zhurmë. Edhe qa kujtime shkamon aty të mi... Si ta përshkruaj, nga ana fizike po thua? Po, paka shumë, dhe këto, një tavolin mes të... Nuk kishte tavolin, kishim sofër. Kishim sofër, ajo rrethori. Nga rrethori, edhe uleshim në dysheme. Edhe kishim sa divane që tashi, po ishin si stola druri. Edhe kishim një gjak atje përballë. Edhe ishte shumë e thjeshtë, mi fjalë, unë jam i dilinit 75, po flasë në vitet 80-85. Nuk e di. Unë jam vit përdimin e të 2. Unë jam shumë i moqëm, i kalova pezetat, kështu që po flasim për fëmiri, edhe fëmiri në kohën e komunizmit, që ishte varfëri e madhe, gjithashtu. Ja, këtë do t'a lidja, pra ne më shumë që pyetja nxjerr pyetjen. Do t'a lidja për dhuratën tënde të parë, çfarë je lutur? Dhuratën time të parë. Ka qenë diçka fizike apo? Se majmen t'jem lutur, po majmen dhurata ime parë babim punonte në shtet në atë kohë, kështu që e punë shteti, pamë se punonte të depot e shtetit atje. Ka qenë një gjë shumë me formime, se si tip puzzle ka qenë. Në shumë që klas 3, klas 4, 9 vjeç, 10 vjeç. Ajo më ka qenë si dhurata e parë që kam marrë. Po, e bukur. E lezetshme. Edhe ziheshim kush do loste, më thosë një kish. Si sot. Prapë bukur, mendoja që do ishte në loj me peta jashtë, se ato s'kishë nevojë për dhuratë, se sajonin vetë të oborri. Ato la pare, unë pare. E di, do të themi pak më i mirë rritur. Se normal, tani ishim në fëmijërinë, ishim pak më i rritur tani. Dua të kapim konfliktin tuaj të parë fetar. Era parë kur u fol për fen në shtëpinë tuaj. Nuk ndoshta më ka qenë në fëmijëri, po mendoj që pak më që e ke perceptuar besimin. Konflikti im i parë, nëse mund të quhet kështu për besimin, ka qenë kur kam qenë 10 vjeç. 10 vjeç. Është sepse bashkë me ne, me familjen tonë, ishte një kushërire babi, që ishte pa njerëz si njëri, ishte jetime, më të afërt kishte babin tim. Ajo në kohën e komunizmit që nuk praktikoi besimin, ajo agjeronte në fshetësi. Edhe tash ne na thonim mësuesët të shkolla që nuk ka Zot, edhe ne ishim bind që nuk ka Zot, nuk ekziston Zoti. Edhe madje na nxisnin neve që t'i thonim dhe gjyshërve tonë, sepse prindit ishin në kooperativë në ndërmarrje, ishin aty, i thonin vetë ato. Kurse neve na përdorin që t'i thonim gjyshërve që ishin në shtëpi. Kështu që unë si nxënës i rregullt, si bindur ndaj mësuesit, shkoj edhe i them kësaj zonjës të nderuar që ishte si gjyshe për familjen tonë, them nuk ka Zot, ka thonë profesor, ka thonë mësuesi, se profesor s'përdorin, ka thonë mësuesi, nuk ka Zot. Edhe ajo majmen si sot, majmen që
Ishte pranverë, po mbillnin patatet e Baçë, edhe ajo me atë qetësinë e vet. Dakor, nuk ka zot, po këto patate që po mbillin, si do mbi? Po dielli që lind, po kjo, po ajo, edhe me atë butësime të rezinë e vet, po bëri mua të mendoj, po që nuk ke drejt kjo? Po që ndoshta ka zot? Kjo ishte e para, edhe e kam shkruar te libri im, e kam shkruar te libri ai të një, e kam shkruar te momentin, edhe kam thënë, u mbollën 2 fara atë natë. U mbollën patatet, që dhan frute mas 4 muajsh, edhe u mboll fara e besimit, që dha frute pas 7 vitesh. Mas 7 vitesh, unë kam zgjedhur idesë e Krishtit nga 7 vjet. Nga momenti që po, edhe konflikti i dytë për besimin ka qenë po shumë afër kësaj kohe. Ky profesor që thonte nuk ka Zot, nuk ka Zot, nuk ka Zot, ne ishim në ekskursion në mal, edhe na zu shiu. Edhe u futëm poshtë një pemë me një gishtenje, gjithë kalamajtë që ishim ne, edhe shumë afër nesh ra një rufe. Edhe pam dhe dritën dhe gjumë, atë zhurmën e vedëtimën dhe popullimës. Edhe presori mësuesi me pa vedi e tha, Zot na ruaj. Zot na ruaj. I doli kështu si, e thashun, pritesh, se kina dhe neve s'ka Zot, dhe pa Zot na ruaj, kush Zot na ruaj? Cili nga Zot? Cili? A ka Zot që do të na ruaj? Po e para. Ka ishin si dy momente të vogla. Kjo ishte shumë e bukur. Shumë e fortë edhe dëshmia që personit familjes që ndalonte. Në një farë forma ajo mbolli atë dëshirën që për të kërkuar Zotin. Tani dua të ngacmoj pak që të kthehesh pak si e vizatonit fizikisht Zotin në mendjen tuaj fëmijërore. Aha. Si dukej ose si tingëllonte? Nuk e di se si Pak e thellë. Pak e thellë është. Po ne më duket sikur si baba gjyshi. Një kështu një por me thia, i mençur, i urt, i dashur, kështu mikpritës, kështu më dhe, si një gjë i madh, më i madh se ne, se tash se ishim kalamaj, dhe kur je i vogël, çdo gjë duket, çdo i rritur të duket super i madh. Edhe kështu imagjinoj, një babaxhan i dashur, i mirë, edhe i pranueshëm, i pranonte gjithë kalamajt. Kështu e kam menduar. Për vizatuar, se kanë vizatuar, po ne imagjinoj si do ishte. E bukur kjo fizikisht, se e përmend edhe pak, ku ke dua ti sot ke një kish që po drejtojmë kish, drejtojmë bashkë me nesën kishin CF Tiranë. Është shumë gjë e mirë kjo, por pyetja e parë që unë dua të ngacmoj pak, ku e ke dëgjuar për të parë, ç'është ky Jezusi? Kjo shiko, unë mendoj që Zoti mua më ka llastuar, sepse e përdor për shaka, po është dhe e vërtet. Zoti ma solli Biblën të fshati im me helikopter. Me helikopter? Kjo ishte bukur. Kjo është shumë bukur. E solli me helikopter? Me helikopter. Edhe kur e tregoj historinë, edhe miqve ti thonë, si, kam si. Po e vërtet është në vitin 94. 94 kam besuar për parka që jem pranverë. 2 vjeç. Ishte një organizatë zvicerane që quhej Heli Mission, misioni me helikopter, që shkonin në për fshatra që nuk kishte rrugë makine, edhe çonin ushqime ose rroba në këto, kurse në fshat që kishin rrugë makine, shkonin me kamion. Në fshat që s'kishte rrugë makine, shkonin me helikopter. Fshati im s'kishte rrugë makine. S'kishte, aty nuk shkoje dot. Nuk shkoje dot, do shkoje me këmbë te fshati më i afër që ishte furgoni, ishte 1 orë me këmbë. Në fshati im për të marrë furgonin, edhe unë jam te shtëpia e dajës, një mbrëmje dimri. Edhe në atë kohë isha adoleshent, isha 18 vjeç, edhe qëllimi im ishte gara me dajen, kush pi më shumë, kush deri i fundit. Kush deri, me alkool. Me alkool, me raki, se jem fshat. Raki, gjizë, turshi, kështu gjë. Edhe ndërkohë që po pija me dajen aty, shoh një libër të çuditshëm të Provazi Dritares, e kam kështu në kokë imazhin. Në anën time ishte aty, edhe mora kuriozitetit, edhe hapa atë librit, me fletët shumë të holla, i ndarë çdo faqe me 2 kolona, edhe shumë numra brenda. Shumë numra. Edhe librat e shkollës ishin gjithë ose me figura, ose me asnjë gjë kjo. Edhe unë shkruaj atë imta, numra, thash dash, ç'është ky libër?
si mistik, më tuk, si që i çuditshëm s'kisha parë ndonjëherë, është vitin 94. Tash kemi boll literaturë, libra, kemi aplikacione në telefon, kjo s'kishte. E nuk e dija çfarë ishte. Edhe nuk e di, erdhi kjo organizata me helikopter që na solli këto gjërat, çdo kuti kishte një libër të tillë. Po deshe merre se unë se lexoj thash me shkrat vogla. Nuk e lexoj dot. Që merr ti në shkollë, merr e lexoj. Për zbukurimin e marrë. Është lëra ti si tamam si zbukurim. Që kjo ishte era e parë që unë rash në kontakt, ishte dhjata e re, e lexova nga kurioziteti, edhe ngecat e predikimin mal. Mateo kapitulli 5, 6, 7, 3 kapitull gjithsej. 3 kapitull. E lexova, nuk e di se sa herë kam rilexu. Rash në dashuri me këtë Krishtin, me këtë Jezusin që predikoj në mal, edhe më duke e thellë, më duke i bukur çdo varg. Edhe në atë kohë isha në shkollë mesme, edhe gjithë gallatat shakat e kishim me priftëri dhe me murgesha, me kështu gjëra që kishim humorët, edhe kishim një përbuzje ndaj besimit katolik, por unë thash, aq shumë më dashurova me Krishtin nga Ungjilli Mateut, sa që thash, unë dua të ndjek këtë. Amen. Edhe për disa muaj, unë kam menuar që jam bo katolik tash. E lexova dhe e mbaroj. Çfarë do thotë të jesh i lindur, çfarë do thotë të zgjedhësh Krishtin, çfarë do thotë të kesh marrëdhënie me. Edhe 6 muaj më vonë u shkoj ushtar, se në atë kohë ishte ushtria e detyrueshme. Jam qenë në Durrës mbi shpallë për 1 vit e gjys. Edhe aty për herë të parë takova një çun, Aranitin dhe sot eksalite jemi shok, që më tregoi për herë të parë që shiko, kur ti zgjodhe Krishtin, nuk ke fituar fetëre, ke fituar një marrëdhënie personale. Edhe ja se si është. Edhe ne çdo ditë mas buke, mas drekës kishim 2 orë pushim në ora 2:04 edhe dilnim lexonim Biblën bashkë, edhe ka qenë si faza ime e njohjes me shkrimin dhe të kuptuarit me shkrimin. Ushtar Altini dhe ushtar Araniti. Bravo. 2 ushtar të bindur të popullit që lexonin Biblën mas drekës. Kështu që kjo ishte nëse është çik gjatë, po ky ishte fillimi. Aty hape për pa. Besova kur isha që në shtëpi e zgjodha të besoj Krishtit, por më e kuptova më thellë se çfarë do të thotë me kohën që isha marrë nitin. Edhe nga ajo ditë deri sot ti jeton për t'i dhënë lavdi Jezu Krishtit. Amen, e vërtet. Tash kemi ulë ngritje, njerëz jemi. Patjetër. Edhe uroj që gjithë jetën. Unë bëra 30 vite në maj që shërbej. 30 vjet. 30 vjet që jam në shërbes që nga maj 95, 6 maj 95 kam filluar për herë të parë të shërbej me fëmijët në fillim, me të rinj, në 15 vjet në fshat. Kjo ishte një nga pyetjet. Si e nxiti, çfarë e nxiti zemrën tënde për ta nisur në 95-ën një shërbes? Mendoj që unë isha, nëse më përdor fjalën me fat. Unë isha me fat, se nuk përdoret fjala me fat. Diktuar. Ishte që një çift misionar zgjedh të vijë te zona ime, te fshati im, në Shëngjërës të Tiranës, edhe të jetonte aty. Misionarët në atë kohë jetonin në Tiranë dhe bënin vizita nëpër fshatra, por shumë rrallë dikur zgjidhte për të jetuar në fshat. Ky zgjodhi dhe jetoi 4 vjet te fshati im, edhe ishte komshi me mua. Ishte si 50 metra më tutje. Edhe unë e doja shumë, fillova duke shkoja në për takime, isha pjesë e takimeve. Në 1 prill 95 mbarova ushtrim, edhe po kërkoja çfarë do bëja dhe ky ishte i pari që më ftoi. A do vish të punojmë bashkë, të shërbejmë bashkë. Edhe fshati im, lugina e Shëngjërës është si lugina ngushtë, edhe fshati im është buz lumit, edhe gjithë fshatet e tjera janë malore. Kështu që me atë çdo ditë shkonim nga njëri fshat në fshatin tjetër, 1 orë ca për shku me këmbë nëpër fshat. Duke ecur. Po. Fort. Jo, isha i ri, as e ndjeja rrugën. Nuk e ndjeja. Po isha 20 vjeç, që as më bënte përshtypje. Ishte qef. Sa kilometra, që do të kuptoj 1 orë gjys? Po 1 orë malore, do të 3-4 kilometra, 5 kilometra, nuk e kam ide sa mund të ecë njeriu. Afërsisht. Kështu që ishte shumë qef, edhe çdo ditë shkonim në përfshatra. Ky ishte i pari që më ftoi. Hajde. Po, që nisem. Bashkë Le të themi po, që nisem për të folur për. Po. Ke pas një ëndër gjatë kësaj kohë se dua të kapë këtë pjesë. Ëndrat kanë evoluar. Ëndra ime e parë, ku isha kalamar. Mos më thuaj astronaut. Jo, doja të bëhesha minator. Minator? Sepse Gjargji im... Në arbite. Gjargji im ishte minator në mënyrën e krabës, edhe Gjargjin e dua shumë, edhe Gjargji është.
e përshëndes nëse në ndjek. Edhe Xhaxhi ishte në mënyrë, edhe mua më duke heroizëm, të futesh të puset e mënyrës, shkoj të punoj atje, edhe më imagjina kur të rritem do kem atë kapele, atë pistoletën që thyej kur Më duke kështu gjë shumë madhore, ndoshta nga që admiroja shumë Xhaxhin tim. Kjo ka qenë dëshira e parë. Dëshira e parë. Derisa pash Ifën, kamionin. Ifën po. Kur pash Ifën tash dua të bëhem shofer. O Ifa do të thotë kamionin të ndarë. Kamionin e parë. Që kemi pak e filma Manushaj. Ajo si Shami Kuqe. Ato Ifa. Na pali gjithë Manushaj. Pami. Edhe nga momenti? Nga jo. Pastaj kur isha në shkollën e mesme, doja vetëm të kisha një motor, të maja flokët e gjata, edhe të isha çuni më cool të fshati, që të bëja përshtypje gocave. Edhe për këtë arsye u nisa për Greqi, edhe ika me këmbë që emigrant të bëj lekët, edhe blej motorë, edhe vinë për fshat. Do vinë si keq. Kështu që ka ndryshuar, por kur gjeta Krishtin, ndodhën shumë gjëra. U hoq Altini vjetër, me kuptimin që më ndryshoi shumë sjellja, edhe sjellja ime ndaj motrave, ndaj njerëzve që më njihnin, edhe më ndryshoi edhe qëllimi jetës, se shijoja shumë të shërbyrët, shërbesat e shijoja jashtëma, se kështu që majmen, sot kam taku një çun, Gleni Sina, nuk e dje njëftë, sot kam ndejt me Gleni, se Gleni jeton në Zvicër. Edhe të shkoja të shtëpia e Glenit, ishte 1 orë e ca, edhe shumica ishte malore. Jo, kam. Gleni ishte 9 vjeç, kur vinte këta takimet. Edhe sot ai vazhdon të eci me Zotin, kështu që e pëlqej atë gjë. Duke ndalë lajmin e mirë, njerëz që besonin, virin te Krishti, jeta transformohej. Kështu që kjo u bë si qëllim jete pastaj. Edhe sot e kësaj lidhje. Kjo është gjithë gjëja që gjithë transformimi është shumë i bukur. Doja tani të bëjmë një retrospektiv. Okej. Le të kthehemi, le të ecim para në kohë. Jemi ditë të diele, dhe jeti aty para kizës, po predikon, por aty është dhe imazhi një fëmie. Ti projektuar. Dhe çfarë mesazhi do ndaje? Unë e di pak a shumë që të kalosh në lutje, po çfarë do duhet ti mesazh ti thoje, ti predikoje atë fëmijë 10 vjeçar, ose 12, 15. Altinit të vogël. Altinit të vogël. Do t'i thoja që Perëndia të do pa kushte. Sepse kur kam besuar në fillim, më duket sikur duhet bëja gjëra që ta maja mirë me Zotin. Më duket Zoti si mësuesi kujdestar. Mësuesi kujdestar, sa që sillesha mirë, ishte i mirë me mua. Sa që bëja prapliqe, më kodiste, më dënonte. Edhe kisha në fillim përshtypjen e Zotit si mësuesi kujdestar, që do t'jem mirë që ai të më doj. Se po bëra në gjë, ku do më dënoj, ku do më gjuaj. Edhe ajo që di thoja, shiko, nuk mund bësh asgjë që Zoti të doj më shumë ose më pak. Nuk varet nga ne. Ai na do sepse ashtu është ai. Perëndia është dashuri, është qenia e tij e tillë. Dhe thoya që shiko, nuk varet nga ty, relax, qetësohu. Edhe besoj atij që ai të do pa kushte të gjithkohë një lloj. Çoni 10-10. Thotë do më bollë. Çe mrekullueshme. E mrekullueshme. Le të kthehemi pak Zotit dhe fëmijët. Si po, fëmijë. Cila është fjala e vetme që përshkruan më së miri shpirtin e një fëmie dhe shpirtin e Zotit që ti beson? Shpirti i një fëmie në traditën mezetare, edhe ne kemi akoma së do kësaj dite, duke sikur fëmijët duan t'i marrin me vete. Edhe unë jam rrit në familjen tonë që te oda e burrave rrinin vetëm burrat, kalamajt rrinin me gratë. E duke sikur kalamajt ishin si shtresa e fundit, por kur shef Krishtin, Krishti afroi kalamajt. Madje kur tentuan njerëzit sipas traditës, iki kalamaj, largohuni se ky është burri i rëndësishëm, nuk merret me kalamajt kë. Edhe Krishti tha, jo, leni kalamajt vinë te unë. Edhe ato rriturve, do doja që të më kërkoni, të më besoni me çiltërsinë e këtij fëmije. Kështu që fëmijët janë të çiltër dhe e duan Zotin me pa hile, nëse mund të përdor këtë fjalën. Edhe Zoti i di, lexo zemrat e tyre. Prandaj tha Krishti, më doni si puna e këtyre fëmijëve. Pa djallësi.
Pa djallëzime, çiltërsi. Zemra e një fëmije gjithmonë ban dashurinë më të pastër. Është e vërtet kjo. Si ajo që gjithmonë njerëzit si nisi ICF-ja? Ku prezantua ky imazh i ri? Ose a ishte në fillim një ICF dhe ose cili një dëshira, kush e mbolli, se çfarë e mbolli historinë që ti të nisësh një kishë? Kisha ICF Tiranës është kisha më e mirë në gjithë Tiranë. Janë dakord, unë edhe janë 15 njerëz të tjerë. Mos për shumë. Nuk e them në formë krenarie, po them shiko, nëse s'do ishte kjo më e mira, pse do investoj jetën këtu? E dua fort edhe, por ka qenë që i gjatë kaluari i fillimit kishës. Sepse unë besova që unë martova, erdha në Tiranë, motra ime vazhdoi shërbesat në Shëngjesh Tiranës që akoma vazhdojnë sot e kësaj dite. Unë erdha në Tiranë dhe besova që Zoti më ka thirrë për të ndërtuar një kishë të re. Edhe kisha një grup shumë të mirë, 6 çunash gocash nga Shëngjeshja që kishin ardhur në Tiranë me shkollë, me punë, me jetën dhe ndërtuam një skuadër. Edhe për një muaj të tërë vere, ne në projektin Jetë për Tiranën, bashkë me Institutin Jetare, u nda Tiranën si kutia, edhe grupi jonë ishte te lagja numër 8. Edhe në para dite, pastronim, bënim punë praktike në për komunitet, në darke shfaqnim filmin Jezus në për cepa të lagjës numër 10 në shumë vende të ndryshme, edhe këtë e bëm për një muaj të tërë. Edhe gjithë të njerëzit i ftuam të vinin të hapja e kishës, që ishte të salla e Muzeut Kombëtar. Kjo ishte plani im. Por e vërteta ndodhi që, sinqerisht, skuadra jonë ka dhënë maksimumin. Në atë kohë ka qenë Gerti Bogdani, kryetari i mini bashkisë, tash i quhet Njësia Administrative nëmër 10, edhe u bë miq edhe më vonë, Gerti tani ka ndërru jetë, edhe është shumë fantastik, edhe e donim shumë, edhe më vonë gjeni miq. Aq shumë kemi punu të lagja dhe me aq çildësisë sa që më vonë gjenim akoma miq. Ditën e hapjes tek salla e muzeut, e disa njerëz erdhën. Që? 200? Një gocë. Një person? Një tek person. Wow! Gjithë të impakt social. Një muaj kemi dhënë filmin Jezus në 19 cepa për një muaj të tërë, edhe kemi punuar në komunitet një muaj të tërë, se rëndikim. Edhe vetëm një person tek. Edhe për mua ishte si dështim. Skuadra tha, ne mbollëm, ne dham më të mirën tonë, rezultati ka Zoti, edhe sa mi që kishin të dhe fryme, kurse për mua ishte dështim total. Edhe më fillova duke dyshu, am ka thirrë Zoti për këtë punë, mos e doja unë, se donte Zoti. Mos edhe fillova duke dyshu hapësitë e mia, thirrjen time çdo gjë. Edhe majmen si sot, ishte një mbrëmje, vere, binte shi, isha në fshat. Edhe binte shi dhe ishte mjergull, nuk ishte hënë yje, dritat në fshat kishin nik. Edhe ishte, nuk me e zaz drita si që e doja errësirë totale. Edhe po aq errët isha brenda. Isha errët brenda, me shumë dyshime, errët jashtë gjithandej. Edhe isha duke u lut, edhe ajo që ndjeva nga Zoti ishte, mos e dyshon errësirë atë që të kam thënë dritë. Edhe aty ishte si rizgjim që shiko, nuk da hiq dorë, Zoti më ka thirrë për këtë gjë, unë besoj që Zoti më ka thirrë për këtë gjë. Edhe masi kaloi ky rikonfirmimi i thirrjes, a nuk e di se si mund ta quaj? Sfida. Atëherë thash, nëse Zoti më ka thirrë për këtë gjë, atëherë do të më mësoj si bëhet kjo gjë. Nëse kishte një konferencë kishmielle në Shqipëri, ku isha vesh parë. Ai çfarë? Nëse Zoti më ka thirrë për këtë gjë, atë duhet ta mësoj. Nëpërmjet një miku tim që e dua shumë, ai më ndihmoi të shkoja në Amerikë në një konferencë në Kaliforni, te kisha Saddleback, kisha Rick Warren. Për 4 vjet rresht pata mundësi të shkoja e të mësoja si filloj kish, si të predikoj, si të bëj këtë, si të bëj atë. Edhe kjo kisha në Saddleback, një shoku im atje, ky personi më lidhi me lëvizjen ICF në Zyri. Në këto trajnimet e pa që po përgatitesha për këtë gjë, edhe tha ti duhet lidhesh me këto shokët. Edhe ai bëri lidhjen time me ICF-n, edhe në nëntor 2009 unë dhe Ada shkuam për vizitë televizja ICF,
edhe biseduam ato çunat si qyshtek, edhe në shkurt 2010 filloi ndërtimi i skuadrës, edhe 13 muaj më vonë, mars 2011, u lanë quaj CF Tirana, që sot bën gati 14 vjet e gjys 15 vjet. Pas ke përvjetor. Kemi përvjetor, vitin që vjen, viti madh. Edhe uroj që do shoqërohet më shumë gjatë. Mrekullueshme, dëshmi e fortë. Kështu është, rash nga Kina, po kjo është duhet ky fondi për të fasë sa që nuk kemi shku nga gjë e bukur në gjë e bukur, ka pas shumë ulje ngritje çet kohës. Një miku im thoshte nëse nuk është e vështirë, nuk është për ty. E bukur. Yes, nëse është e vështirë nuk është për ty. Kështu që ne jemi krijuar për gjëra të mëdha. Lavdi Zotit që na sfidojnë. Ti ke hapur zemër, kjo është shumë e rëndësishme. Hapja e zemrës. Ja ku jam këtë. Edhe pse ti ke dashur me ul, nuk të ka lënë. Se ka pas një qëllim të madh. Kishte një tjetër. E di çfarë qëllimi të madh? Sa i CF janë sot? Ose sa kisha janë hapur nga pastori? Kemi ndihmuar shumë kisha në fakt. Që ke ringritur dhe që ke rihapur që janë. Ja, të çdo muaj ndihmojmë një kishë të re, në fillimin e një kishe të re në Shqipëri. Është mrekullueshme. E sa është një numër, kemi si kohën para Covidit, pas Covidit. Po. Se ndahet koha para Krishtit, pas Krishtit, në shërbes ndahet para Covidit, pas Covidit. Në kohën para Covidit kemi ndihmuar në fillimin 68 kishave. Pastaj në kohën e Covidit kishim si 2-3 vjet pauzë, edhe po mendonim mos është koha për ta mbyllur lëvizjen e Kishmilles, por besuam që Zoti do që të vazhdonin për 10 vite të tjera, kështu që 2023 deri 2033 ëndra jonë është të ndihmojmë kishat ekzistuese secilat e filloi një kishë tjetër. Që nga rifillimi deri tani çdo muaj po ndihmojmë në fillimin e një kishe të re. E di ç'më kujtove një histori familjare. Ne në familje kemi pasur një person që jep të makinës. Një tek person. Xhamili Ramet pas nuk e jeton sot. Edhe ai na merrte dhe na çonte në tipër po themi, ose na çonte dhe mblidheshim gjithë familjar 50 veta kështu. Edhe thoshim, "O Xhamil lumshin durët." Edhe kishim kështu si shpejt familjen tonë, edhe unë e di çfarë dua të kapi më i lumshin durët aty shoferit të helikopterit që e ka hudha aty ke ju atë Biblën atë faren, edhe sot ti ke bërë kaq impakt social. Edhe Altin ti se di një bekim për këtë vend dhe faleminderit që e lejon veten që të përdoresh. Kjo është e rëndësishme. Faleminderit, dash kënaqësi. Po, Altin për të bërë këto gjëra të bukura, ne kemi nevojë për njerëz që na duan, kemi nevojë për ty që vjen dhe na suporton, por kemi edhe njerëz të dashur që kanë menduar një dhuratë për këtë. Po pse s'm thënë që në fillim ti ma? Luminea ka menduar një parfum. Të shpresojmë që të pëlqen. Luminea, po ta shoh një çik. Është jeshil në këtë rast. Shumë që ashtu një. Po. Shumë faleminderit çogu. Po. Bravo Luminea. Faleminderit Luminea që na ndodhen na suporton. Të falenderoj vërtet për gjithë angazhimin e disa vështirë të shkëputesh kur ke me 10 njerëz që të shkojnë mesazh, jam këtu, ku ta çoj këtë, ç'a të bëj me këtë, ç'a. Ne jemi shok vitesh, se majmë se për sa vitesh jemi, po pra ja 10 vite po një, 10 vite plus. Po, edhe unë po kam goxha vite që besim. Edhe unë them që jetoj për ditën e lavdi Jezu Krishtit, sigurisht më pëlqeu ajo që theti që ne kemi momente luatje të jetës tonë të vazhdueshme, por që e kemi vendosur, po, këmbgulim. Të falenderoj nga zemra. Shumë kënaqësi. Je fantastik. Zoti edhe suksese me programin edhe me gjithë gjërat që po bën. Faleminderit, më kënaqë zemrën. Dhe ju njerëz online na kënaqet që na shihni, na shpërndani ke njerëzit tuaj të dashur. Ju duam shumë, peace out.